Fakt e mbajte fjalën, ma kisha dhënë fjalën që në momentin që do përfundoj gjyqi, sido që të shkonte, do të isha i ftuar yt edhe të falenderoj për ftesën. Unë besoj që ka interes publik kjo çështje, sepse nuk është çështja ndaj meje, në fakt, por paditë strategjike që ngrihen ndaj gazetarëve rëndom në Shqipëri dhe kjo ishte një slap case, siç njihet ndryshe në gjuhën juridike të jurisprudencës gjykatës europiane për drejtat e njerëzit, ku baza ime ka qenë aty në mbrojtjen që kam bërë ndaj kryetarit Bashkisë Tiranës Erion Velia, i cili është akoma kryetari i Bashkisë Tiranës, edhe pse është në burg. Me të thënë të vërtetën, një seancë gjyqësore që nisi në tetor, seanca parë dhe përfundoi sot pas 17 seancash, siç edhe ju e thatë. Besoj se ka ecur mirë, duke pas parasysh mënyrën se si shkojnë seancat në Shqipëri, ky gjyq mund të shkojë edhe 6 vjet. Por duhet thënë që mbrojtja ime ka qenë e një niveli të lartë profesional, kam paraqitur rreth 56 prova në gjykat. Në fakt është hera ime e parë që shprehem publikisht për mbrojtjen që kam bërë edhe për akuzat e drejt për drejta që më kanë bërë nga ana e avokatorëve të zotit Erion Velia, se për të duhet kuptojmë diçka që punojnë një luguni e madhe avokatrish, studio shumë të mëdha, ai ka shumë çështje dhe nuk e di se si ai gjeti kohë nga burgu që të më padiste edhe mua për shpifje, ndërkohë që ka halle të tjera, nuk e kuptova këtë moment, domethënë që ja prisha qesëndin nga burgu. Duhet thënë që në përgjithësi ka janë duke u zhvilluar disa seanca në raport me hedhje në gjyqe pa di që grupimet e saktuara i kanë bërë individëve në Shqipëri, ti e di mirë se çka ka ndodhur me kriminalizimin e padive apo me vetë shpifje në Shqipëri, presionin e madh që bëri Bashkimi Evropian dhe organizatat e sotme. Sot është diskutuar edhe një raport i reporterëve pa kufi dhe natyrisht ka patur edhe një tentativë për ta trajtuar Shqipërinë si një vend normal në raport me të vërtetën, në raport me punën në media, në raport me marrëdhënien me pronarët e medias, ose marrëdhënien e pronarëve të medias me qeverisjen, dhe të duket në pamje të parë sikur ngjarja është e parëndësishme. Po Aurori, në një kuptim, dhe këtu nuk ka rëndësi ta shohim në një mënyrë melodramatike prej telenovelash, si me thënë unë u përballa me kryetarin e bashkisë, kryetari i bashkisë humbi. Kryetari i bashkisë duket që është në një situatë nga pikpamja e mbështetjes të publik të një rënie të lirë në një sens, dhe shqiptarët në sistemin e drejtësisë apo dhe jashtë e ndjejnë kur i shkel këmba një njeriu në humner, ti e di, shqiptarët të ndihmojnë që të shkosh kudo qoftë destinacioni është. Po në këtë sens duhet të bëj një pyetje ty tani si një dëshmitar shumë i rëndësishëm i kësaj atmosfere. Pra ka një situatë prej perëndimit të largët e të tmerrshëm pistolerash në raport me përpjekjen për thënë të paktën të vërtetën që secili mendon në këtë vend. Pra ato gjyqe, ato ballafaqime, ato beteja shpeshherë të nëndeshme janë aty dhe në këtë vend janë goxha të shëmtuara, po? Është e vërtet, Adi, nuk jam vetëm unë në rasti, por unë korra një fitore sot sigurisht për fjalën e lirë. Gjyqi ka qenë një moment shumë delikat para disa seancave, ku kryetari i Bashkisë Tiranës nuk u paraqit, por paraqitej avokati i tij, dhe në një moment caktuar u tha që edhe mund pushohet gjykimi. Ndërkohë kam qenë unë ai person që nuk kam pranuar që gjykimi të pushohet, por unë doja të gjykohesha që të merrja pafajësinë. Pra unë sot jam i pafajshëm për gjithë deklaratat e mia që kam bërë tek ju apo në emisione të tjera ku mi kishin mbledhur, dhe do doja të përmendja disa prej tyre, se është hera parë faktikisht do i them. Akuzohesha se unë kisha fyer kryetarin e Bashkisë Tiranës sikur i kam thënë që ai është një çun mami dhe nuk ka bërë asnjë betejë në jetë.